Një aksident i rënd e kurudhor ka ndodhur në Spanjë, teksa bilanci i tragjedisë po rëndohet nga ora në orë. Autoritetet konfirmuan se numri i viktimave nga përplasja e 2 trenave në jug të vendit ka vajtur në 39, ndërsa 10 të tjerë ndodhen në spital në gjendje të ndryshme shëndetësore. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e së dielës në rajonin e Andaluzis, pranë zonës së Adamuzik, në provincën e Cordobës, në një nga linjat kryesore që lidh Malagën me Madridin. Fillimisht u raportua për 24 viktima, por kërkimet në terren dhe ndërhyrjet e ekipeve të shpëtimit zbuluan se numri i të vdekurve ishte shumë më i lartë. Sipas Ministrisë së Brendshme spanjolle, përplasja ndodhi rreth orës 19:40, sipas kohës lokale, kur një tren që udhtonte drejt Madridit doli nga shinat dhe kaloi në linjën e kundërt, duke u përplasur ballë për ballë me një tren tjetër që vinte nga drejtimi i kundërt. Në të 2 trenat ndodheshin rreth 400 pasagjerë dhe anëtar të stafit. Autoritetet shëndetësore njoftuan se 73 persona janë plagosur, 15 prej tyre në gjendje kritike. Përveç tyre, mbi 170 vet u trajtuan për lëndime të lehta në një spital fushor të ngritur pranë vendit të ngjarjes. Pamjet nga vendi i aksidentit tregojnë vagon të përmbysur, hekur të shtrembëruar dhe ekipe shpëtimi që punojnë me sërnojave për të nxjerrë të mbijetuar. Shefi i zjarfikësve të Cordobës, Francisco Carmona, e përshkroi operacionin si jashtëzakonisht të vështirë, duke pranuar se në disa raste u deshte hiqeshin trupat e pajet për të arritur tek personat ende të gjallë. Një nga pasagjerët, gazetari transmetuesit publik RTVE, Salvador Jimenez, tha se përplasja u ndjesi një tërmet. Sipas tij, treni doli nga shinat në një çast dhe pasagjerët u hodhën dhunshëm brenda vagonëve. Treni që doli i pari nga shinat operoi nga kompania private Irio dhe kishte rreth 300 pasagjerë në bord, ndërsa treni tjetër, i drejtuar nga kompania shtetërore Renfe, transportonte rreth 100 persona. Një nga trenat ishte i tipit Frecha 1000, një mjet me shpejtësi të lartë që mund të arrijë deri në 400 km/h. Ministri spanjoll i transportit, Oscar Puente, e cilësoi aksidentin si jashtëzakonisht të çuditshëm dhe deklaroi se ekspertët e kurudhave janë ende të hutuar mbi mënyrën se si ndodhi përplasja. Ai bëri të ditur se hetimi teknik do të kërkojë kohë dhe se përfundimet e para nuk priten para disa javësh.